U rikthyem sërish në studio për të vazhduar me të ftuarit tanë. Duke pasur parasysh se jemi në muajin mars, muajin e gruas. Pikërisht për 8 mars është mbajtur manifestimi Gruaja në Kulturë dhe sot me mua në studio kemi profesoreshën universitare Besiana Mehmeti. Përshëndetje Besiana, mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Mirë se u gjeta, kënaqësi çdo herë që të jemi në studiot e televizionit të Maqedonisë, që mbetet definitivisht shtëpia më e madhe mediatike në vend, që jep atë jo vetëm ngrohtësinë, po për mua një emocion i posaçëm sepse vite më parë kam kaluar një pjesë kohës këtu me emisionin tim që realizoja në 2009-2010 si autore dhe prezantuese gjurmë në Pentagram. Këtu kam shumë miq që i përshëndes të gjithë pa përjashtim, duke filluar nga Avniu, Gjanani, Aida, gjitha i stafi mrekullueshëm i gazetarëve të cilët bëjnë punë të mrekullueshme. Kështu që kënaqësia është e imja që çdo herë të jem pjesë e emisionit e posaçërisht Ritmit të ditës që nis mbar me televizionin e Maqedonisë. Unë shfrytëzoj rastin që t'ju uroj muajin e shejtë Ramazanit, agjerim të lehtë juve, stafit, që jeni heroj të punës, sepse nuk është e lehtë që të bëhet edhe punë gazetareske dhe të respektohen rregullat e këtij muaji, por ja dalim me besim të plotë se është një muaj i paqes, begatisë dhe mirësisë, mirëkuptimit në mes njerëzve. Patjetër. Atëherë mund të flasim për manifestimin që disa vite me radhë mbahet ky manifestim. Sa ka ndryshuar ndër vite ky manifestim që mbahet për gruan në kulturë? Realisht është viti i 4 që u mbajt dhe ndër vite koncepti nuk ka ndryshuar, mbetet ai koncepti i njëjtë, si në vitin e parë, ashtu dhe në të katërtin. Ajo që ndryshon çdo vit është pjesëmarrja e personaliteteve e emrave, sepse po t'i përsërisim çdo vit, nuk sjellim asgjë të re. Ato gra pjesëmarrëse, personalitetet të shuara të fushave të ndryshme të kulturës, të cilat shumica prej tyre janë edhe pjesë e akademisë, botës akademike, botës arsimore, sjellin çdo vit të reja përmes rrugtimit të tyre, sfidave të tyre për të përçuar një mesazh se sa e vështirë ka qenë të bëhet revolucion në shoqërinë shqiptare, po jo vetëm në shoqërinë shqiptare, sepse as nuk duam ta besojmë, po as nuk është e vërtetë që vetëm shqiptarët janë përballur me paragjykime ndaj gruas edhe ndaj femrës. Ne e dimë që bota, Evropa, është përballur në një moment me problematikat e paraqitjes së grave në jetën muzikore dhe për t'i zëvendësuar sopranot edhe altot, që ne kështu i quajmë gjuhën profesionale, janë paraqitur meshkujt kastrat, do me thonë këngëtarët kastrat që janë kastruar gjatë periudhës së mutacionit, pra pubertetit. Dhe kjo vetëm e vetëm që femra ishte ndaluar të paraqitej në jetën kulturore publike, ka vazhduar kjo nga shekulli 17 deri 19. Tek ne proceset vetëm vonohen, do me thonë ne përballemi me sfidat me cilat është përballur Evropa më vonë. Në këto studio, në këtë televizion edhe në Radio Shkupje, në 45-ën edhe në 67-ën, kur ka filluar televizioni Shkupjet, kanë dalë emra të grave të cilat kanë thyer të gjitha tabut e mundshme të kohës. Dhe Nihanite Sejfullah Reçani për fatin e keq ne nuk e kemi fizikisht, por është kënga e saj me ne dhe është një model se si duhet ecur me dinitet. Unë kam patur fat që në rrëfimet që më ka befasuar për një këngë Trëndafili Kuçi Gjaku është marrë në pyetje disa orë me radhë, përse Trëndafili Kuçi Gjaku, sepse asocion në flamurin Kuçizi e gjëra të tilla, do me thonë një cenzurë e jashtëzakonshme përveç paragjykimit si grua të daljes në jetën publike nga shoqëria shqiptare, janë përballur edhe me problemin e anatemimit nga pala tjetër. Pastaj Violeta Turkeshi në Dibër, pastaj Evdokia Serafimi nga pjesa e Prilepit Manastirit, Nermine Keti, Gonxhe Manaki, motra e vëllezërve Manaki, që na vërteton, duke dëgjuar këngës shqip të saj, se vëllezërit Manaki, fotografët e parë në Maqedoni, kanë qenë shqiptarë. Kështu që të gjitha këto gra në Maqedoninë e Veriut na bëjnë neve
të obligative që t'i kujtojmë ato, unë çdo edicion i kam kujtuar, natyrisht duke folur për sfidat e 8 marsit në Evropë dhe në botë, se si nga një protezë dhe marsh protestues ku kanë marrë pjesë 15.000 gra në vitin 1909 për të drejtat dhe barazinë në punë, kalon pastaj në një festë e cila në tërë botën nga vitin 1910 në konferencën e Kopenhagës ku kanë marrë pjesë 17 shtete dhe shumë delegate gra, është vendosur që në tërë botën të shënohet si ditë e nënës, si ditë e gruas dhe edhe ne këtë emotojmë që përmes grave në kulturë të jepet një mesazh. Ne kemi shumë emisione të cilat i dedikohen pabarazisë gjinore, pra problemit si me thënë marrjes të hapësirës, po themi, të grave, por unë mendoj që aktualisht ne kemi më problem mbështetjen dhe përkrahjen e njëra tjetrës. Në fushën e gazetarisë, në fushën e kulturës, në fushën e arsimit, në fushën e shkencës, kemi nevojë që njëra tjetrën ta mbështesim dhe ta përkrahim jo në mënyrë provizore, por shpirtërisht dhe në mënyrë të drejtë për drejtë dhe shumë të sinqertë. Pse nuk duhet t'ja pranojmë një kolegës tonë një aftësi të cilën ajo e ka? Unë e kuptoj që ne gratë, edhe unë vetë, jemi më kompleksive si natyra, nuk japim shumë komplimente. Për dallim nga meshkujt, por e di që mundemi me u bë bashkë dhe kur bëhemi bashkë zëri është më i dëgjueshëm, jona është më e madhe. Jo rastësisht Allwright ka thënë mu de shumë kohë që të më dëgjohet zëri, por tani që e kam zëri nuk do të ndalem, do të flas dhe do të shpije përpara, si me thënë, ato qëllimet e gruas, e cila është një qenje që e papërsëritshme. Nëna është krijuese e botës, është arkitekte e shoqërisë dhe secila nga, pavarësisht unë kam qenë shumë e lidhur me babain tim, edhe dje ka patur ditëlindjen e 72 që na mungon shumë fizikisht, pata kënaqësi që me përkujtu pikrish në institucionin ku ajo ka kalu pjesën më të madhe të jetës në radio televizionin e Kosovës. Nëna të mbeten heroina tona, sepse dhe nëna ime, vajzën tonë Uskanën, që i ka vetëm 4 vjetë, nga 25 ditë sa po i ka mbush, e mbanë, vazhdojnë të përkujdeset për te, dhe unë do ta kisha pa mundur të realizoj çdo aktivitet, çdo manifestim pa mbështetjen e saj. Prandaj, gruaja shqiptare është një model shembullor në botë, që e ka ruajtur dinitetin, që e ka ruajtur pragun e shtëpisë, që e ka ruajtur bujarin, besnikrin ndaj bashortit. Ne kemi nëna të cilat i kanë humbur bashortët në moshën 25 vjeçare në luftë, po ato s'janë martuar kurrë dhe e kanë ruajtur nderin në mënyrë të jashtëzakonshme. I kanë rritur fëmijët, janë bërë shtyllë e shtëpisë dhe ky shembull është i papërsëritshëm në botë. Ne aktualisht po punojmë edhe një shfaqje pas luftës kush jemi ne, në fakt. Shfaqja është punuar, është shfaqur në Prishtinë, Tiranë dhe në Shkup me shumë sukses, që u dedikohet fëmijëve të vrarë, dhunës makabre të okupatorit serb në Kosovë dhe kush jemi ne pas luftës, çfarë duhet, si duhet të ecim sot. Me datën 24 mars dhe me 26 mars jemi në Paris dhe Bruxelles, në teatrët qendror të këtyre dy qyteteve. Është një shfaqje e cila fillimisht ka lindur si ide e Shkodranit, është zhvilluar shumë nga producenti Nusret Plana, që na kujton Radio Kosovën e lirë të famshme para luftës, nga koreografi Robert Nuha, regjisori Ilir Bokshi, kompozitori Trimor Domi, një kast edhe staf i mrekullueshëm i artistëve, të cilët shpresoj edhe uroj fort. Unë kam privilegj që t'jem në pjesën e këndimit, janë pjesë të vështira realisht unike që i ka komponuar për këtë shfaqje Trimor Domi. Uroj që me 24 dhe 26 i bëjmë krenar në Paris dhe Bruxelles gjithë shqiptarët dhe shfrytëzoj momentin t'ju bëj thirrje të gjithëve që t'jenë pjesë e këtyre shfaqjeve, të cilat vërtet do të sjellin shumë krenari, dhembje, po dhe krenari për të kaluarën tonë, si një mënyrë për të ecur dhe për të ndërtuar të ardhmen, por pse jo është një shfaqje që për publikun ndërkombëtar
do t'jetë befasuese në atë që ka ndodhur në Kosovë. Kulturën shqiptare. Jo vetëm kulturën, por edhe historinë tonë përmes artit, por edhe për të parë nivelin e jashtëzakonshëm të muzicianëve, kërcimtarëve dhe aktorëve të cilët janë pjesë e kësaj shfaqje. Atëherë mund të na thuani se si janë paraqitur gratë në artin, në kulturë dhe sa kanë kontribuar të themi gratë në kulturën, në trojet shqiptare apo të themi konkretisht në kulturën shqiptare? Jashtëzakonisht shumë. Gratë i kanë thyer të gjitha barierat. Mjafton këtu të kujtojmë Nexhmije Pagarushën e madhe të Kosovës, në një kohë kur muzika klasike ka qenë fare pa kuptueshme. Ajo ka interpretuar në mënyrën e saj origjinale që është vlerësuar shumë vite më vonë. Mjafton të kujtojmë në Shqipëri Tefta Tashkon, Marie Krajën, cilat janë shkolluar jashtë shtetit dhe kanë qenë të jashtëzakonshme. Përmenda zonjat e muzikës, kulturës në Maqedoni, por jo vetëm të muzikës, edhe të fushave arsimore, edhe të fushave të tjera, gratë në çdo kohë kanë qenë pjesë e jetës aktive. Kohë më parë ne patëm një koncert në Kaçanik në përvjetorin e epopesë së UÇK-s, 27 vjetorin me 5 mars dhe pikërisht kuvendi i Kaçanikut numëronte në mesin e 110 delegatëve të asaj kohe që janë ruajtur me polici dhe pjesa dërmuese 94 prej tyre janë detyruar të nesërmen ta braktisin vendin. 18 kanë qenë edhe aty gra. Do me thonë gjithmonë gruaja pasaj. Gruaja në luftë, ne mjafton të kujtojmë Norën e Kelmendit, të kujtojmë Shote Galicën, të kujtojmë Gjevlla Drovcin, të kujtojmë Ganimetet Terbeshin. Do me thonë rol të jashtëzakonshëm që apo Sultanën e Qafës që e kemi ne në Kërçov, një heroin me jashtëzakonshme. Pra jo vetëm në arsim e kulturë, po edhe në momentin që është dashur të luftohet për tokë për atë dhe gruaja dhe nana kanë sakrifikuar gjithë shka dhe ka qenë krah për krah me vëllezërit, bashkëshortët, për qenë një shembull model i kësaj shoqërie. Cilat janë sfidat me të cilat janë përballur të themi gratë shqiptare në trojet shqiptare? Unë do të thoja kështu, babai im gazetari Shuar Çaniu, Çani Mehmeti, më thoshte herët, shumë herët, gratë të cilat vendosin të jenë pjesë e jetës publike dhe mëtojnë dhe pretendojnë të jenë një model unik, pra ndryshe nga shumica e grave, duhet të mësohen që të pranojnë edhe sulme në një moment të caktuar, edhe anatemime dhe paragjykime një lloj si një trëndafil për 8 mars. Nëse nuk bindesh për këte, nuk je për jetën publike. Pra, secila nga këto gra kanë ndërtuar kala me gurët që janë hedhur mbi to, pra këto gra të fuqishme dhe të suksesshme. I kanë tejkaluar të gjitha. Kështu që nuk e kanë patur lehtë të përballen me gjitha sfidat asnjëra, nuk është e lehta sot, sepse secila nga gratë të cilat, secila nga ne që merret me jetën publike në një moment të jetës do të përballet me një anatemin, me një gjykim, me një sulm, me një pa kuptueshëm fare, por është i kuptueshëm për masën që ti paraqet diçka ndryshe që si përshtatet dikujt dhe duhet me qenë pjesë një anatemimit caktuar, por me forcë, me mendje të shëndosh, me zemrën plot që je në rrugë të drejtë dhe në drejtësinë tënde, çdo gjë është e tejkalueshme dhe gjëra të cilat, si më thënë, janë të stisura, kalojnë shpejt, gjithmonë mbizotron puna, suksesi edhe vullneti. Dhe kjo grave të suksesshme nuk ju mungon asnjëherë. Ne e patëm edhe rastin me manifestimin e fundit, Gratë në Kulturë, edicioni 4, që është një manifestim që është mbajtur 3 vite në Maqedoninë e Veriut, ka filluar në vitin e parë në Universitetin e Tetovës, aty ku unë kaloj 18 vite jetë pedagogjike, punë pedagogjike, ku i kam kaluar të gjitha, si me thënë, filtrat e shkollëve akademike, deri në profesor ordinar aktualisht që jam tani.
rektorin e edicionin e parë, personaliteteve të grave u ndau mirë njohje, ishte një manifestim që mbahet mend gjatë, mbahet mend edhe sot. Pastaj edicioni i dytë është realizuar në bashkëpunim me Komunën e Tearsës. Kemi patur të madhen Margarita Gjepa në atë edicion të dytë. Edicioni i tretë është mbajtur në Galerinë e Arteve këtu në Shkup, ku Dita Starova Qerimi, si një grua menaxhere jashtëzakonshme, ka bërë një punë të mrekullueshme për të gjitha projekte shqiptare, se dihet se galeria se si ka qenë dhe sa ka qenë vështirë me u udhëheq nga një shqiptare aq më tepër femër. Vitin e kaluar isha në bashkëpunim me Albana Mustafën, me një flautiste të mrekullueshme, me një kolege timen, dhe me shumë gra të shuara, kaloi jashtëzakonisht bukur, kishim pritje edhe nga kryetari i parlamentit, kryeministri i parë shqiptar, kryetari i parlamentit, zoti Talat Xhaferi, i cili na bëri një respekt jashtëzakonshëm. Dhe çfarë ndodh? Aktivitetet të cilat arrin një nivel profesional dhe të cilat japin shembull që e kanë tregu vetveten, si gratë në kulturë, që ishte një jehone fuqishme për 8 mars. Ndërsa këtë vit, si vjet, u hodh në Gjakov. U hodh poshtë, nuk po them në koshin e plerave, se s'di ku ka përfunduar si projekt, por që nuk u mbështet. Dhe kjo mos mbështetja nuk më befasoi fare, se unë isha e përgatitur për faktin që nuk do të mbështetet, sepse e para kam shumë dyshimet mia për antarët në ato komisione që kanë qenë si vjet. E dyta, jemi mësuar shëndrimi pushteteve me anatemu apo me gjyku aktivitetet cilat kanë arritur një sukses dhe kanë bërë një emër, me favorizu individ sipas interesave klanore dhe personale. Kështu që mua më dhimbset më tepër festivali i fëmijëve në Kërçovë, i cili është mbajtur me shumë mund, me sakrificë, ka lindur bashkë me Komunën e Kërçovës në vitin 2014 dhe edicioni 12 i tij është hedhur poshtë, nuk është mbështetur. Dhe me atë që ne kemi parë në programin për kulturë si vjet, përveç që përqindja është katastrofale, 9-13% për shqiptarët, Kërçova nuk e ka asnjë projekt të mbështetur në muzikë. Dhe kjo është krem në vete. Përveç grave në kulturë që është hedhur poshtë, por farës më krijon të kjo shqetësim, sepse e dija. Megjithatë, unë përmes realizimit të edicionit të 4, ju kam besoj, jo vetëm që kam sfiduar vetveten, por kam dërguar mesazh të qartë deri tek autoritetet e caktuara që zërin e gruas nuk mund ta ndaloj askush, rrugën e artistit dhe artisteve nuk mund ta ndal askush, pavarësisht dëshirave të dikujt, personale, politike, klanore apo të tjera. Dhe çfarë bëra? Aktiviteti u realizua në Gjakov. Përse? Gjakova është vendi kulturës dhe thonë që nëse do në me të pranu Kosova, do të me kalu nga Gjakova. Fatmirësisht, unë shkollimin e kam kryer në Prishtinë dhe në Tiranë dhe hapësirën e kam të madhe të veprimit në Kosovë edhe në Shqipëri, sepse shumicën i kam pas pedagog, nga do që sillen janë njerëz të mi. Kështu që në bashkëpunim me Komunën e Gjakovës, me kryetarin Ardian Gjini, në këmbim të idesë, i pëlqeu jashtëzakonisht shumë dhe ne e realizuam për një kohë rekord, ndonë se në kokën time unë e kisha qartë se si do të ecë gjithçka. Gjakova, duke shfletuar për Gjakovën dhe duke parë më tepër për Gjakovën, befasuese që në vitin 1915 është hapë shkolla e parë ku kanë qenë 30 vajza në shkollë. Pastaj në 18-ën mbyllet ajo shkollë për shkak se Austro-Hungaria humb luftën dhe rihapen shkollat në 45-ën. Në 45 deri 52 kanë qenë 50 mësuese nga Gjakova, të cilat kanë dhënë mësim në çdo cep të tokave shqiptare ku ka patur nevojë. Pastaj balerina e parë ka qenë në Kosovë nga Gjakova, por shpresoj në krejt rajonin është e Gjakovës. Fisharmonikistja e parë, që ne edhe sot nuk kemi femër që i bie fisharmonikës, është nga Gjakova. Fotografia e parë nga Gjakova. Pas ka qenë arsyeja e fortë që ky manifestim të mbahet në Gjakovë. Sigurisht. Dhe befasuese që nëna e Nën Terezës tonë të Shkupit
ishte nga fshati Novosel i Gjakovës dhe busti i parë është ndërtuar aty kur Nën Tereza ishte gjallë. Si një simbol i gjitha nënave, pavarësisht besimit fetar tani, sepse është një humaniste që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe jo rastësisht është shenjtore e krejt botës. Dhe në Gjakovë me mbështetje edhe të një kompanie qendre tregtare në Ertili, sepse gratë në kulturë asnjëherë nuk është mbështetur me fonde as këtu në Maqedoni që të jetë komercial. Është mbështetur me fonde që të jemi komod për ta realizuar. Dhe si vjetë ne e kishim, unë personalisht e kisha shumë të rëndësishme që të sigurohet minimumi një fondi për udhëtimin e grave, për vendosjen, ushqimin, trajtimin e tyre, pjesën e organizimit teknik, banerave, posterave kështu me radhë, dhe sigurisht luleve, dhuratave që u dhanë na ditë. Dhe kjo arrit falë një bashkëpunimit mrekullueshëm me drejtoreshën për arsim të komunës Gjakovës, Eranda Baqin, Kumnovën, pastaj me stafin e mrekullueshëm të Pallatit Kulturës Asim Vokshi, por ka një përparësi shumë të madhe. Infrastruktura e Pallatit Kulturës dhe Teatrit Asim Vokshi është aq e mirë, saqë salla e madhe është jashtëzakonisht e bukur, po edhe pjesa tjetër e foajes është jashtëzakonisht e bukur, që të jep atë fotografin e bukur, salla vetë ta jep ndjesinë e ngrohtësisë. Kështu që në foajen e Pallatit të Kulturës u realizua edicioni 4, kishte rreth 100 gra pjesëmarrëse, të cilat dëgjuan mesazhe të fuqishme nga Pranvera Badivuku, kompozitorja ndër të parat në Kosovë, apo të them e dyta pas Sevi Megjinalit. Pranvera Badivuku për fatin e mirë ka vepruar shumë vite në Shkup dhe na ka dhënë neve edhe Sihana Badivukun e famshme. Pastaj ishte bashkëshortja e Hysen Badivukut, violinistit pa në Kosovë. Pranvera Badivuku ka qenë fituese e 5 okarinave të arta në akordet e Kosovës. Pra një kompozitore që ka kriju histori. Dhe në vetvete përbën një grua që e ka njohur shumë mirë gjuhën e popullit të vetë. Mjafton me kujtu këngën e kujtoj Atakim, që është kompozim i Pranvera Badivukut, se ne shpesh i këndojmë këngët e nuk e dim kush i ka shkruar, që është shumë me rëndësi kjo. Janë shumë këngat vjetra dhe që ne i dëgjojmë, po thjesht nuk i dim ndoshta nga ashtu. Edhe një pyetje deshta t'ja u bëj për në fund. Cilët si mund të mbështeten më tej gratë në fushat e kulturës, në fushat e artit, në gjithë trojet shqiptare. Dhe më thonë, ju e cekët edhe në fillim që gratë janë disit të lënë si menjanë. Dhe më thonë, një komentim shkurt. Unë mendoj që hapësirën nuk ta falë askush, hapësirën e marrim vetë me punë, me dije, me përkushtim, dhe këte e dëshmuam edhe për 8 mars, mos të ngelem borxh emrave që kanë marrë pjesë, dhe më thonë përveç zonjës Pranvera, po shkoj shkurtimisht, falenderoj shumë korin Besat Gjakovës, që janë gjitha gra, dirigjohen nga Klodina Kryeziu, e cila është një dirigjente e femër që po bën punë të mrekullueshme. Ato interpretuan për befasi për zonën Pranver këngën Eja Eja Bardha Ver. Pastaj Ajmone Dhomi është libretiste e operës Goca e Kaçanikut, pra ajo që ka shkruar tekstin e operës së parë Kosovës që është komponuar në vitin 1972. Për fatin e mirë dhe për privilegj timin, kjo opera u rikthye mas 46 vitesh si produksion i operës Kosovës, do në aty këndova rolin e nënës shqiptare në Tiranë dhe në Prishtinë. Ajmone Dhomi, përveç që foli për librat, për pedagogjinë, për Gocën e Kaçanikut, na solli momentet spikatura të karrierës së saj, të gjatë pedagogjike. Përveç Ajmone Dhomit ishte Iqbal Eçena, një aktore e cila ka luajtur 60 role në teatr dhe shumë filma. Bashkëshortja Muharrem Çenës, kompozitorit dhe regjisorit famshëm, interpretoi një poezi të jashtëzakonshme grua. Çfarë është gruaja në të vërtetë? Ajo që i bën të gjitha, i bën edhe punët e shtëpisë dhe ja del. Për ta kujtuar Muharremin e madh, sopranoja, mjeshtria e madhe që na erdhi nga Tirana, primadona e Teatrit Operës dhe Baletit të Tiranës, Mariana Leka interpretoi këngën O Vendim, që ka interpretuar Muharrem Çena. Flora Brovina si humaniste, poete, përkthyer shumë gjuhë të botës, si grua që ka marrë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare, ishte jashtëzakonshme në paraqitjen e saj dhe unë për ta ndërlidhur figurën e Nën Terezës me Flora Brovinën dhe nënat
të tjera, interpretova këngën Nënës së mirë. Në piano na shoqëronte profesoresha e nderuar e Universitetit të Arteve të Tiranës Rudina Ciko. Nga Gjakova kishim Violeta Hoxhën, një grua piktore e cila ka krijuar ateljen Viki në qashi të Gjakovës. Pastaj kishim prima balerinën e teatrit të baletit, teatrit endes është opera, por po them baletit të Kosovës, Sabrie Spahiun, e cila ndër të para të shkolluar në Shkup dhe ka dhënë një model revolucionar. Kur ajo është marrë me balet, ne nuk e kemi ditë çfarë është baleti. Pastaj Shpresa Gashi interpretoi këngën Mashallah Bukurisate, që i dedikohet hirit të bukurisë së gruas, po jo vetëm bukurisë fizike, po shpirtërore dhe mendore, dhe ishte një gëshetim i pjesës folur me pjesën artistike, bashkë me profesoreshën Mariana interpretuan valsin e lumturisë, që është kompozim i Avni Mulës, gjithashtu nga Gjakova, dhe në fund me ato dhuratat, punime dore barset, të punuara nga gratë, të mbjetuara nga dhuna në luftën e fundit, po dhe me ato trëndafilat e kush që i shpërndau drejtoresha për arsim e Gjakovës, kënduan bashkë me spektatorët, Nën emër i dashur, apo Mëmës, që të gjitha e dinim dhe të gjitha interpretuam së bashku. Kështu që ishte një ditë e jashtëzakonshme, e cila përçoi mesazhe të fuqishme dhe e cila, si me thonë, më lumturoi pa mas, sepse ja vërtetova dhe vetë vetës, po dhe të tjerve që zërin, njehonën, suksesi nuk e ndalon dot asgjë, dhe jam shumë e lumtur që edicioni 4 u përmbyll me sukses, nuk u ndalua në kontinuitet tradicionalja. Shpresoj që dhe vitin e ardhshëm do e mbani. Pa diskutim. Dhe do na ftoni gjithsesi. Pa diskutim, qoftë në Gjakovë, qoftë në një qendër tjetër. Urojmë që t'i rikthehet sërish Shkupit, Tetovës apo qendrave tona këtu, sepse kemi nevojë për prezencën e këtyre grave të fuqishme. Unë ju falenderoj jashmase televizionin e Maqedonisë, programin Gjuhën Shqipe, për hapësirën që gjithmonë na jep, për hapësirën që u jep grave, për hapësirën që jep muzikës së mirëfillt, kulturës së mirëfillt, fjalës së gruas, dhe natyrisht mos mbetem borxh për gjitha këto vite, përveç babait tim që i kam bërë tërë jetën, se thoshte drejtësia fillon në familje. Kur babai do të trajtoj të barabart me vëllaun, atëherë do ta kërkosh drejtësinë edhe tek bashorti. Unë kam patur edhe kam fat që kam një krah, jo vetëm bashort, por krah të fortë Shkodran Tolajn, me cilin vetëm në periudhën dhjetor-mars kemi realizuar 7 koncerte klasike në gjitha qendrat e Kosovës, koncerte me shumë sukses. Prandaj i falenderoj atë, falenderoj të gjitha mikeshat e mia dhe ato të cilat më bëjnë të ndjehem rahat, Tiara Fashion në Prizren dhe Shpresa Selmana në Deçan, se ne kemi shumë të rëndësishme të dedikohemi dhe të përkushohemi edhe për paraqitjet në skenë. Kështu që falenderit gjithve, falenderimet janë deri në përkulje për mediat në Maqedoni, për personalitetet që kanë besuar në mua dhe janë pjesë e jetës edhe profesionit tim. Pikërisht, kjo bisedë do të kishte zgjatur, po kemi kaluar minutazhin e emisionit. Ju falenderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit. Shpresojmë që vitin e ardhshëm do të jemi prezent kudo që të jeni, ta ndjekim këtë manifestim gruaja në kulturë. Ju falenderit edhe një herë. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për ditën e sotshme. Shpresoj dhe besoj që keni kaluar me gjitha kronikët tona dhe me musafirën tanë mirë dhe që jeni informuar për gjithçka. Kështu që mirëmbëjtje deri nesër.